Këta pra janë martirët tonë, ata të cilët e dëshmunën fen deri në derdhen e gjakut. Nuk u kursyn, as nuk patën frikë, as kënd nuk deshtën më shumë se Krishtin, as jetën e tyne, as vetën e tyne, as gjakun e tyne, por gjithçka e banin për te, sepse synimi jetës që ata kanë pas, ka kenë me mërit Krishtin, sepse vetëm ai t'jep lumtunin, vetëm ai t'jep jetën, e vetëm ai t'jep plotësin. E sot janë të lumë, e sot na i drejtona me lutje, e sot kërkojmë që ata t'i flasin zemër se Krishti Zot për ne. Sot, masi kanë hek diktaturën më të mërshme, të merrin më njerëzor, ata janë të bekum të atit, të ftum për me marrë zotnim mbretnin e tij, dashnin e tij, shpërblimin e tij. Është ndër për kombin ton, është ndër për ne, por është edhe një thirrje me ken njerëz më të fesë, me besu më shumë në Krishtin e me jetu më shumë për te e me te.